Ve melaiketihi, ne pra I besojmë melekt, që Allahu xhelle xhelalu I kishte kriju para njerëzve. Edhe ju tregon melekëve që do të krijoj trashëgimtar në tokë. Dhe ne këtu kuptojmë tash që ajo prejardhja e njeriu nuk ka tjetër rrugë më vetëm se prej Allahut. Jo prej majmunit. Jo prej këtyre barishteve. Ishte në ujë, doli në tokë. Erdhi, u kriju, kishte I bisht, edhe heci dhe pak, u drejtu, ishte pa me kam, me 4, me 3 dhe dur, do kthyen u bën dur. Pra besojmë se Allahu xhelle xhelalu I ka kriju melekët. Pra në ajetin atënaqëm nuk I përmeni melekët, në këtë ajet I përmend melekët. Edhe ju thot atyre se do të krijoj njeriu. Edhe melekët pyeten, a thu ky njeri do të bëj shkatërrim në tokë? Mirë pa Allahu xhelle xhelalu vëllezër, shifeni se çfarë urtësie që ka. Pra edhe melekët dinë shumë gjëra. Allahu xhelle xhelalu I ka mësuar shumë gjëra. Edhe në fund fare edhe melekët thonë, o Zot, ne dim aq sa na ke mësuar ti. Aq sa na ke treguar ti. Aq sa ti ke dash na me ditë, aq dim. Pra dhe shkakun e gjithë krijimit njerëzit, melekët se dishin. Edhe pyeten Allahun xhelle xhelalu, a thu ky do jetë ai që do derdhi gjak e do shkatroj vendin tokë? Allahu xhelle xhelalu thot, do të krijoj trashëgimtar. Edhe me të vërtetë, këto trashëgimtar vënë nga Ademi alayhis salam dhe nga Hava. Njëri mas tjetrit. Në një ajet tjetër Allahu xhelle xhelalu thot, ju mos u armiqsoni njëri me tjetrin, se jeni gjithë prej një njeriu të vetëm. Edhe prej atij njeriu të vetëm thot ka krijuar nanën e këtyre njerëzve, që ishte Hava. Prej një të vetëm, pse hasmëroi? Pra, kanë arrit deri atje që ta ndajnë në një mënyrë njerëzit në shtetën, në popull, kanë arrit deri atje sa që të dallojnë mes njëri tjetrit, unë jam racë e mirë, unë jam racë e keqe, ti je bardh, ti je zez, ti je kuqe. Edhe megjithëse siç janë lëkurat në përgjithë botën, mund të jenë rreth 20-30 lloj lëkurash. Çfarë? Allahu xhelle xhelalu thot, do të krijosh trashëgimtar, të gjithë nga Ademi edhe nga Hava. Bile fillimisht nga Ademi, sepse ai ishte I vetmi. Prej atij e krijoi Havën, pa anon hiç, vetëm me bab, edhe fillon të vinë njëri mas tjetrit, djem edhe vajza, sikur janë shtu sot. Ama si ato që shohim ne, të bardh, të verdh, si ato që shohim me sy të vegjël, e me sy të mëdhenj, si ato që I shohim me fytyra nga më të ndryshme, të gjithë çka janë njerëz, ato janë krijesa të Zotit. E Allahu xhelle xhelalu thot, I solla trashëgimtar njëri mas tjetrit me qëllim që të jenë adhurues. E në fakt gjaja madhe e në adhurues. Shumë. Që nga Ademi alayhis salam nuk numërohet. Kur përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato popujt që do të kenë pejgamberët njëri mas tjetrit në xhenet, edhe I ka pa të gjithë. Ka pa të Ademit alayhis salam, të Nuhut alayhis salam, të gjithë pejgamberët, Musait alayhis salam, Davudit alayhis salam, Isait alayhis salam, Jakubit alayhis salam, edhe kur ka pa një grumull të madh njerëzish në xhenet, ka thonë, këta me të vërtetë janë prej ummetit tim, se ka pa shumë. Xhibrili I cili e shoqëronte I thotë, ja, nuk janë tujt. Këta janë të Musait alayhis salam, se I pa shumë. Edhe mendoj që do kem shumë. Pra imagjinoni se sa do të jetë ummeti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por me kusht që ky ummet të mos jetë nga ata që derdhin gjakun. Allahu xhelle xhelalu thot,